të saj në projektet Shqipëria pa opozit. Izolimin më të thellë, forcën politike më propredimore në historinë e kombit. Megjithatë ne triumfum, jo se kishim fuqi mbi njerëzore, jo se ishim më të fortë se ata që kërkonin na fshinin nga faqja e dheut, por se mbronin të vërteta të përjetshme të njeriu të qytetruar, të kombit, të qytetit, të familjes, të vendit. Ato të vërteta në nuk i lëshum, ato të vërteta në nuk i tradhtum, ato të vërteta, në ato të vërteta në ungritëm, absolutisht si Feniksi nga hiri, në zenit. Ku jemi? Nga forca politike më izoluar në histori, forca politike më mbështetur në histori, kauzat që mbrojtëm ne, në izolim, në përpjekje të paimagjinueshme për ta coptuar, u sankcionuan në 7 rezoluta nga të gjitha forcat politike si motrat planetit. Kauzat që mbrojtëm ne u sankcionuan në këto rezoluta. U sankcionuan se ky vend, se Edi Rama, përdor institucionet për të shtypur pluralizmin, për të arrestuar kundërshtar politik. Këto rezoluta të gjitha forcave politike ndërkombëtare sankcionojnë se Edi Rama ka përqendruar të gjitha pushtetet në duart e veta si një diktator. Këto rezoluta në mirënjohje ndaj nesh sankcionojnë dhe pa u zhvilluar zgjedhjet e fundit, se Shqipëria s'do ketë zgjedhje për farsë elektorale. Këto rezoluta sankcionuan se Shqipëria është një narkoshtet ku ligji e bën krimi dhe droga. Dhe sfundi, jo vetëm rrezik për shqiptarët, por rrezik për Europën. Dhe sfundi, i dëgjoni ju tani sirenat e alarmit që bien nga Washingtoni për korrupsionin e qeverisë së Edi Ramës dhe lidhjet e saj me drogën dhe krimin. Ne triumfum. Miqtë e mi, ne jo vetëm që nuk u zhdukëm, por ne mbrojtëm lirit, dignitetin, kauzën e çdo shqiptari në kushtet më të vështira, në kushtet kur bëj gjithçka kundra nesh. Dhe sot jemi, ja u garantojnë ju, më të fortë se kur në ekzistencën tonë. Po, sot jemi më të kthjellë se kur dhe më të vendosur se kur në histori. Sot ne vim, pasi kemi faktuar shqiptarëve dhe botës me dokumenta, me mira dokumenta, se Edi Rama është një armik i egër i votës shqiptarëve. Saj nuk zhvillon zgjedhje, po vetëm farsë elektorale. Dhe kjo është arritje jashtëzakonshme. Pse? Se kjo na jep të drejtën ne, në ligjin e vendit dhe ligjin ndërkombëtar, t'i japim atij çdo ndëshkim që meriton. Ne duhet votojmë. U zhvillue pas zgjedhjeve, sigurisht që
Ato ishin një traumë e vërtet, sepse Edi Rama